Alpet shqiptare me bukuritë e tyre natyrore mbeten ndër atraksionet e preferuara në çdo periudhë të vitit, sidomos në sinën e dimrit, ku të mbuluara nga dëbora ofrojnë një pamje të mrekullueshme. Kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga Alpet e Shqipërisë, të cilat këto ditë të para dhjetori janë zbardhur nga dëbora dhe ftojnë të pasionuarit pas alpinizmit të vizitojnë ato. Parku Kombëtar Alpet e Shqipërisë është një nga territoret më atraktive dhe më magjepse të trevave shqiptare, me bukuri të shumta natyrore dhe pasuri të mëdha turistike. Të përfaqësuara nga një relief malor me kontraste të shumta të përshkruar nga lugina lumenç me ujëra të kristalta, gryka dhe qafa malesh që të integrojnë dhe të vazhdoshmëtejnë për të eksploruar natyrën me një bimësi të pasur. Alpet shqiptare përfaqëson një perl me vlera unikale për Shqipërinë. Maleve në këtë territor duket sikur arrin qiellin. Bukuria mahnitse e tyre pasqyrohet në ujëra të kthjellta të lumenjve si Shala, Valbona, Curraj, Cemi, Moraça e tjerë, si dhe në liçenet akullnajore të tilla si ajo e Pejës, Jezercës, Dëbërdolit, Sulbicës e tjerë. Ofrojnë një qetësi përrallore dhe një nivel adrenaline, të cilët ndryshojnë në çdo moment që shijon bukuritë e shumta të kësaj hapësire. Male të tilla si Radohima, Maja Hekurave, Maja Arapit, Maja Shkëlzenit ofrojnë një panoramë të ndryshme, e cila tundon shpirtin aventuror të çdo vizitori për të parë bukuritë natyrore përreth tyre.